Scare America again. Trump ka friksuar dhe ka friguar jo vetëm tregjet e Wall Streetit, por gjithkund në spektrin politik, si majtas edhe djathtas tek partia e tij. Çfarë synon Trump me këtë? Që nga viti 1975, Amerika ka një deficit tregtar. Deri në vitin 1975 nuk kishte deficit tregtar. Në vitin 1929 ka vendosur tarifa madhore mbas shkatrimit të tregjeve të stokut në Wall Street dhe asaj që quhet kriza e madhe amerikane. Kennedy ishte personi që hoqi tarifat, pra hapi tregtinë e lirë. Ka mbi 80 vjet që thuaj se gjithë bota përfiton kurrizë të ekonomisë amerikane. Nuk ka më sens. Por duhet një president me të forta që të realizonte këtë që ka realizuar presidenti Trump. Ka shkuar më tej se çfarë duhet. Formula e përdorur për të vendosur tarifa nuk është e saktë. Shpikësi i kësaj formule, një profesor tha që me formulën time, asnjë e katërta e tarifave që ka vendosur Trump nuk do të vendosi. Dhe shembulli është Vietnami dhe Lesotho. Tek formula është sa është suficiti tregtar i Vietnamit, pastaj sa është tregtia bilaterale, pjesëtohet dhe del një përqindje e madhe 59, Trump e ka pjesëtuar dhe për 2 dhe thot 39. Vietnami nuk ka forcë blerëse që të blejë në Amerikë. Rrogat në Vietnam dihet si janë. E njëjta gjë me Lesotho. Por Trump kërkon të tremb, të shokojë të gjithë. E përdor për negociata. Ka drejt. Uhaja kombëtare $36 trilion. Interesi vjetor ka shkuar më shumë se buxheti i Pentagonit. Mbi $1 trilion. Do të strukturohet uhaja. Gjithkush që jeton këtu, kur ble me mortgage një shtëpi, ka drejt që her pas here, kur bien interesat bankare, ta rifinancojë, që të uli pagesën mujore. Këtë synon sot i Trump të bëj me uhan kombëtare amerikane të shkurtoj $9 trilion. Por ka goditur stokun e Wall Streetit masivisht. Përse nuk reaguan të majtën kur stoku ra gjatë Covidit dhe mbas Covidit kur ishte Biden dhe përsëri stoku u ngrit. 80% e stoqeve kontrollohen nga vetëm 8% e amerikanëve. Pra Trump po godet të pasurit më shumë se sa shtresën poshtë. Por në qoftë se ka inflacion dhe stagnacion, si quhet, në qoftë se ulet ekonomia, rriten çmimet dhe rriten ulen më të punës, Trump i zdan, është i goditur. Edhe pse Europa kërkon të bëjë një zero tarifa në një aspekta, not enough, nuk mjafton, dhe luftën më të madhe ka me Kinën. A ka drejt ka? Kina manipuloi herën e parë kur vendosi tarifa Amerikën. Trumpi nuk harron dhe nuk do të lejojë ta bëjnë për budalla. Kur vendosi tarifa mandatin e parë, çmimet do rriten 0.7%. Tashmë janë 50 vende që duan të bëjnë marrëveshje bilaterale me zotin Trump. Kishte një ide që të pezulloj për 90 ditë vendosja e tarifave dhe të bëheshin marrëveshjet, ai tha jo. Marrëveshjet do të zgjasin prill, maj dhe qershor. Nuk merr fund me njëherë. Trump, në qoftë se është fitues me këto tarifa, me këtë platformë që ka, tek mali ku janë 4 figurat e presidentëve më të suksesshëm do të jetë dhe koka e tij. Ndryshe do të mbahet me turp, me dështak, por Trump çdo gjë mund të jetë për budalla, nuk është. Problemi i tij është që flet atipik, flet ndryshe, karakteri i tij narcisist dhe kjo godet shumë. Është këmbgulës, nuk të rriqet. Personi që e ka shpjeguar më mirë tarifat është Bill O'Reilly, ndërkohë që e majta vazhdon Hitler, nazist, po shkatron dhe nuk ka një alternativë nga e majta amerikane. Nuk mund vazhdohet kështu. Nuk mund vazhdohet me uhan $36 trilion. Punët duhet kthehen në Amerikë. Amerikanët duhet paguhen me rroga më të mira. Kthehemi në kohën e Eisenhowerit. Vetëm 11 milion amerikanë prodhojnë realisht në fabrika. Shumë pak. Tërësisht merren me servise. Dhe 2 vendet që kanë suficitin më të madh me ne është Kina dhe Gjermania.
Ne kemi ndërtuar shtetin social gjerman, ne kemi ndërtuar Europën, për tezat e djathtës amerikane, por ajo që krijon probleme që Wall Street, New York Post, Fox News po e sulmojnë, sepse kanë stoqje, edhe ndjejnë dhimbjen. Edhe Elon Musk ka qenë që t'jemi 0-0 me Europën. A do të ndalë Trump, kush do të blinki, kush do të mbyllë sytë i pari, ai apo Kina? Në lojrat ushtarake në kompjuter Kina del fituesi. Pushteti amerikan është tek flota ditare, deri tani. Por Kina po rritet. Rritja ekonomike është sa dyfishi i Europës, dhe pse ka rënë edhe në një të ardhme jo shumë të largët do të jetë fuqia e parë ekonomike. Trump thotë që ne i kemi bërë ata të pasur. Dhe ka të drejtë. Kina nuk blen Amerikë, se nuk ka forcë blerëse. Por manipulojnë me monedën, subvencionojnë nga shteti dhe ka qenë superiore. Ajo që kanë virkosur kinezët, e kam thënë, është publikuar një material sekret inteligjencës amerikane, 7 faqe, presidenti Shi përmes mbesës, vajzës dhe njerëzit familjes $1.1 miliard. Kjo i ka çmendur kinezët, korrupsion i madh. Ish kryeministri $3 miliard. Por presidenti kinez nuk ka rrugë zgjidhje tjetër që të mos jetë diktator. Nuk e ka bërë vetë këtë zgjidhje. Ai është shumë i mbështetur në Kinë sepse është personi që luftoi korrupsionin. Por duke luftuar korrupsionin, afroi rreth vetes besnik si byroja diku në Shqipëri. Dhe ky është sistemi kinez, është një traditë e vjetër, ku miliarderët në këtë rast, siç kanë qenë dikur pronarët, nuk ju lejohet të ngatroheshin me pushtetin. Politika është e komunistëve, ka ekonomi të rregull dhe kontrollohet me dorë të hekurt. Po të shikosh qytetet kineze shkëlqejnë në kurriz të miliardave dollarë që shkojnë atje. Kina në kurriz të Amerikës. Trump kërkon dhe do t'i thotë jo. Nuk është vetëm kjo kampana alarmit nga zoti Trump. Ajo që shqetëson më shumë është NATO. Duke I thënë do vëj 5% thuajse ka dalë nga NATO. E bombarduan rrugën. Articulated. Here's the good news. The good news is everyone generally, with a couple exceptions, are spending more on defense today than they were 3, 4, 5 years ago. That's positive. That trend needs to continue. So the trend lines are good, but they need to continue. But this is not about spending. Okay, this is not about money necessarily. This is about capability. In order for NATO to be stronger, it needs partners that are stronger. Okay, the United States commits a lot to NATO and continues to. We are as involved in NATO today as we have ever been. And we intend to continue to be. But it has to be a real alliance. And that means that our alliance partners have to increase their own capabilities. So hopefully 2 things have led to that. The first is the war in Ukraine, I think, has woken up a lot of people on the continent about real threats and real war. And the other is, I think, the pressure and the statements of President Trump that have been pretty consistent about increasing their spending. So this whole trajectory of more defense spending began, I believe, back in 2017, 2018, under President Trump's first term. We want that trend to continue. And we're hoping when the leaders meet in The Hague that there'll be further and firmer commitments in that direction. I think it's beneficial to the alliance. The stronger our partners in NATO are, the more capable our partners in NATO are, the stronger NATO is. Nga Focus TV një pjesë tjetër kam pas një hearing me generalët e mëdhenj amerikan. Our adversaries, Iran, the Communist Chinese Party, the DPRK, and Russia itself, and these are increasingly posing a global risk. But US, EUCOM, and the NATO alliance have arisen to the challenge. NATO deterrence has held, war has not spilled into NATO territory. With support from a broad international coalition, US European Command led the charge in helping Ukraine. We established Security Assistance Group Ukraine, now commanded by Lieutenant General Curtis Buzzard, and for 38 months of this war, SAGU has delivered. Përsëri një personazh karagjoze në Facebook ndikon shumë të zotit Trump, kanë hequr, kanë shkarkuar një drejtuese të madh të NATO sepse është wokiste. I është marrë një pjesë nga fjalimi. Këto janë si pastrimet e Stalinit. Senati kërkon Orvatë të bëjë diçka. Nuk e frendon dot për momentin. Por tarifat mund të shkojnë deri në gjykatën supreme. Dëmi është bërë $10 trilion në stok brenda 2-3 ditëve. Përse duhet ta vëmë të veten zoti Trump në këtë pozitë? Sepse ndjen një përgjegjësi. Askush nuk ka guxuar ta bëjë. Obama ka pasur të tjera gjëra, ka dhënë urdhër 3 herë që të vritej
diktatori i Sirisë ka dalë nga CIA të përmbyset. Janë rreth 90 tentativa orvatje të përmbysjeve të pushteteve nga CIA pas 45-s. Her pas here dalin. Trump ka zgjedhur që të hyjë në histori me tarifat. Sikur vetëm të zgjidh paqen Ukrainë, Rusi dhe gaz, i mjafton. Dhe qasja ati ndaj të fortëve na lën ne të ndihemi keq sepse do Erdoganin, do Orbanin, do gjithë autoritarët. Madje i thanë Netanyahu mos hyn në luftë me Erdogan, ta zgjidh unë. Dhe ai pret telefonata nga liderit botror që të përulen ndaj tij dhe kënaqet. Është në qiell në shtat, kur shikon kjo është diçka që e bën vetë dhe nuk pyet askënd. Ky është Trump.